Mirëmëngjes, jemi këtu sy stafi ka zgjedhur pyetjet më të rënda gjuhësisht dhe etikisht. Kjo është edhe porosia ime, sepse kështu më bëhet më intensive dhe më interesante biseda, besoj. Mirë ata që gënjen me këto idiotësi, thot Bledi Hoxhaj. Sot në BE shkon pa pas nevojë për të votu ty dhe e di pse, sepse nuk funksionon asgjë dhe rruga për t'i kur në BE është më e lehtë kur shikon se çfarë njerëzish jeni kallandisur ju kokat e shtetit. Mos haro nga qelbet peshku në të rast. Okej. Atëhere, pse në BE nuk shkohet ndryshe përveç se duke votuar për mua dhe Partinë Socialiste? Shumë e thjeshtë, sepse futja në BE është një proces i cili sot është shumë konkret dhe për herë të parë, qysh se ne kemi dalë nga errësira e komunizmit, ka një përputhshmëri të plotë midis dëshirës sonë për të hyrë në BE dhe dëshirës tyre për të na marrë në BE. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që në procesin e integrimit që nga viti 90 pas rënies murit Berlinit e këtej, të vendeve ish komuniste, në Bashkimin Evropian ka pasur momente që dera është hapur dhe ka pasur faza kur dera është mbyllur, për arsye të politikës brendshme të Bashkimit Evropian natyrisht. Dhe nga ana tjetër, sot jemi në një moment kur dera është hapur për ne dhe për malin e zi. Tani, ç'do të thotë dera është hapur për ne? Do të thotë që kemi në tryezë një kalendar pune i cili ka një afat fundin e vitit 2027 për të përmbyllur negociatat. Dhe çfarë janë negociatat për të hyrë në Bashkimin Evropian? Janë bisedime për të gjitha aspektet e organizimit shtetëror, për të gjithë sektorët, ku nga pikpamja e legjislacionit ne duhet të adaptojmë gjithë organizmin legjislativ dhe rregullator të BE-s. Bëhet fjalë për qerek milion faqe, që ka filluar puna natyrisht prej vitesh, por ka plot më shumë akoma për të përkthyer, për të adaptuar dhe për të quar në miratim. Dhe nga ana tjetër, bëhet fjalë dhe për të garantuar në proces një performancë pozitive. Tani, Bashkimi Evropian nuk bën as lojra, nuk bën as komente në Facebook për sy më sy. Bashkimi Evropian nuk merr pjesë në votime në Shqipëri, nuk ka fanel partijake shqiptare. Bashkimi Evropian ka një mekanizëm të tërë për të monitoruar ecurinë e punëve në një vend që pretendon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe ai mekanizëm nuk do të di fare, siç thash, as për përkatësira politike, as për simpatira politike, as për. Ai mekanizëm është një mekanizëm i ftohtë, i akullt, që shikon vetëm punën dhe rezultatet. Dhe tani, nëse në bazë të punës dhe rezultateve, ky mekanizëm thot të kundërtën, komplet të kundërtën, e këtyre që thua ti Bledi dhe që thonë plot të tjerë si ti këtu që nisen nga të tjera premisa, do të thotë që në të vërtet Shqipëria po bën hapa shumë të mëdhenj në transformimin e gjithë organizmit të vetë shtetëror dhe po bëhet një shtet
i gatshëm për të bërë shtet antar i BE-s. Ky është fakti. Dhe këtë fakt nuk e luan as topi, edhe jo më fjalët e tepërta që janë fukarallëk. Dhe pse duhet vota në 11 maj të mos shkojë askund tjetër? Sepse këto negociata janë një proces ku nuk ka asnjë ditë, jo më muaj apo vit për të humbur, sepse nëse humbasin qoftë një ditë, atëherë gjërat shtyhen, dhe nëse shtyhen, ajo port mund të mbyllet. Nuk e dia më kuptoni. Dhe kjo është kaq e vërtet, saq është e vërtet, që mali i zi i dashur Bledi dhe të dashur miq që kontestoni edhe diellin që me shosh nuk mbulohet dot se këto janë fakte, i ka hapur negociatat në 2012, një vit para se unë dhe Partia Socialiste të virim në qeveri. Dhe akoma nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian, përkundrazi, ne jemi kram e Malinezi, megjithëse negociatat konkretisht i kemi hapur vjet. Kemi arritur të bëjmë atë që unë e kam përsëritur gjithmonë, që pavarësisht se ne nuk na jepnin hapjen zyrtare të negociatave për arsye politike të një vendi apo një vendi tjetër, ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe kemi qenë gati që në momentin e hapjes negociatave të jemi më përpara se ç'kanë qenë të tjerët kur i kanë hapur negociatat, duke praktikisht bërë të njëjtat gjëra që do të bënim po t'i kishim hapur negociatat. Dhe sot dera është hapur. Dhe nuk është një lojë fjalësh kjo, dhe nuk është një çështje e përsëris kush jam unë e kush je ti, jam me këtë apo jam me atë, dhe ngjyre të faneles politike në Shqipëri. Kjo është një çështje mbarkombëtare. Ky është një interes mbarkombëtar. Dhe për këtë interes mbarkombëtar ne nuk duhet të lëkundemi dhe nuk duhet të humbasim fillin dhe nuk duhet të humbasim drejtimin. Që do të thotë që qeveria jonë mund të ketë shumë të meta. Qeveria jonë në gjithë këto vite mund të ketë bërë plot gabime. Por askush tjetër, askush, as përballë, as përreth, as mbrapa nesh, nuk bën dot as se si atë që ne bëjmë dhe që ne mund të bëjmë në këtë moment në histori. Nuk e bën dot. Dhe do t'ishte fatale për vendin çdo lloj lëkundje në 11 maj. Çdo lloj lëkundje. Tani që t'jemi shumë të qartë, unë nuk parashoh ndryshim të majorancës, të shumicës. Partia Socialiste do ta rifitojë shumicën. Këtu çështja është cili do të jetë mesazhi që populli shqiptar do t'i japi Bashkimit Evropian, do t'i japi edhe 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Do të jetë një mesazh që këtu ne jemi siç ishim, apo do të jetë një mesazh që këtu ne jemi të vetëdijshëm që dera është hapur dhe duam të hyjmë në Bashkimin Evropian. Nëse do të jetë ky i dyti mesazhi, atëherë duhet një shumicë më e madhe se çdo herë tjetër për Partinë Socialiste. Kjo është kaq e thjeshtë. Është kaq e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me fanelën, por përsëris apo me faktin që ne rrezikojmë të humbasim zgjedhjet. Kjo nuk ndodh për arsyen e thjeshtë sepse shqiptarët janë shumë të mençur dhe kanë një instinkt shumë të fortë politik dhe për politik nuk u ha shkopin asnjë lloj qeni. Kështu që në këtë aspekt, siç tregojnë të gjitha sondazhet, siç kanë treguar edhe më parë, po siç tregojnë përsëri, nuk është ky shqetësimi. Shqetësimi është çfarë do të dali si mesazh nga zgjedhjet e 11 majit. Po kush na pyet s'ka që na duhet pasaporta europiane, ku rregullojmë punët e shtëpisë, akoma diskutojmë rrugë ujë. Këto mund të diskutosh ti, dashur, por 12 vjet akoma në mesjet, por që ti thua Shqipërisë mesjet sot, do thotë që ti je kaq i verbër, dhe kaq i mllëfosur për arsye politike dhe për asnjë arsye tjetër,
sa që të flasësh një gjë që është për të ardhur keq. Shqipëria sot është në një fazë transformimi që e shohin të tërë ata që nuk e shohin realitetin tonë me syzet e politikës ditës. Në një fazë transformimi që ka bërë që Shqipëria nga një vend që nuk ja hitte kush çurret kur i thon fjalës, të bëhet një vend i cili shihet me respekt, shihet me besim dhe shihet si një vend i vogël por serioz në arenën ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër të bëhet një vend që shihet si një destinacion turistik i atill që rritet çdo vit me një shpejtësi maramëndse. Kështu që nëse Shqipëria do të ishte me sjet, asnjëra dhe as tjetra nuk do ndodhin. Po çfarë kushtesh duhet të plotësojë Shqipëria për të futur në Europë, përse nuk i përmendni ju? Kushtet që duhet të plotësojë Shqipëria për të futur në Europë ne i përmendni vazhdimisht, po është si puna e asaj historisë së programit që ne s'kemi program, se në ndërkohë gjithë puna jon është punë me një program tash e 12 vjet dhe çdo hap që bëjmë ne është një hap i programuar dhe ne s'kemi program. Ndërkohë që kush flet në hava ka program. Megjithatë, edhe një herë tjetër, me këtë nivel korrupsioni që ka Shqipëria, futura në Europë është utopi. Jo se u mbasin kush e di çfarë. Kaliopi. Atëherë Kaliopi, s'pari njëherë po të ishte utopi, nuk do thoshte vetë Bashkimi Evropian të mbyllim negociatat brenda 2027-s. Na kanë dhënë një datë, na kanë dhënë një afat, gjë që nuk e bëjnë zakonisht, sepse nuk i lidhin duart vetes. Në këtë rast e kanë bërë sepse e përsëris, nuk jemi vetëm ne që duam të hymë në BE-sh dhe BE-ja që ta marrin ne brenda për shkak të situatës së re gjeopolitike që është krijuar. Dhe prandaj duan të japin një shenjë shumë të qartë, jo për ne, po për gjithë botën, që Bashkimi Evropian po zgjerohet dhe po unifikohet. Është një interes i madh politik që shkon përtej nesh në këtë moment dhe që duhet ne ta shfrytëzojmë maksimalisht tani. Dhe po të ishte utopi, nuk do ndodhte kjo. Se BE-ja ka dëshirë të zgjerohet, po. BE-ja do donte t'i merrte të 6 vendet plus dhe ato të tjera që janë jo në Ballkanin Perëndimor brenda tani. Por nëse thot Shqipëria dhe Malizi, do të thotë që Shqipëria dhe Malizi janë pranë realizimit të kushteve që ka BE-ja. Dhe kushtet e BE-s nuk janë për sytë e bukur të Mit apo të Tut Kaliopi, apo për atletet e mia apo për kupustet tua me taka. Kushtet e BE-s janë kushte të cilat lidhen me standarde. Dhe monitorimi i standardeve nga ana e BE-s nuk negociohet për asnjë arsye në botë. Kështu që të thuash që ne nuk humbasim gjë nga futja në Europë, do të thotë mos kuptosh fare se çdo të thotë futja në Europë. Po të them unë se çfarë humbasim ne. Ne humbasim mbi 1 miliard euro në vit, nga cila 90% janë grant, pra para dhurat, ose para e ndarë pa interes financiar në formën e grantit brenda familjes europiane dhe 10% kredi. Ndërkohë që në gjithë këto vite, çfarë kemi marrë nga BE-ja ka qenë diçka më shumë se 1 miliard, 90% ka qenë kredi dhe 10% grant. Po ta jap me një shifër shumë brutale që të kuptosh se çfarë humbasim ne. Dhe që ne të humbasim më shumë se 1 miliard euro në vit nga antarësimi i mundshëm për Mustahi dhe Çelos, apo për Elagu Selagu, apo për kush je ti e kush jam unë, ky do të ishte një fatalitet i madh. Në ndërkohë që nëse ne
hymë në BE dhe marrim këtë përfitim, ta thash ka shumë përfitime tjera BE, po të bëra këtë më brutalin, atëhere shumë çka këtu që ka nevojë të bëhet më shpejt, sepse faktikisht fitojmë një buxhet ekstra nga hyrja në Bashkimin Evropian. Kuptove, Kaliopi? Shpresoj. Nuk ka vota pa rrit pensionet dhe me heqat marrëveshjen e dritave, se boll kemi paguar. Pensionet do të rriten ashtu siç e kemi thënë dhe siç e kanë bërë dhe publik qëndrimin ton në atë prezantimin e objektivave të programit tonë qeverisës, se ne kemi program qeverisës, nuk kemi në ato programet e dëshirave elektorale. Dhe marrëveshjet e dritave janë në fuqi dhe do të qëndrojnë në fuqi ashtu siç janë për të gjithë ata që kanë një marrëveshje të bërë me OSHE-n. OSHE-ja është një ndërmarrje publike e cila nuk mund të funksionojë sipas dëshirës njërit apo tjetrit dhe e cila nuk ka asnjë lidhje me fushat elektorale. Rama bëjnë në një rrugë fshatrave, kemi bërë shumë rrugë fshatrave i dashur Flori, shumë rrugë fshatrave kemi bërë dhe do vazhdojmë të bëjmë patjetër. Po kjo bëjnë në një rrugë është pak si shumë ironike, sepse kemi bërë shumë rrugë fshatrave. Sa ka shkuar borxhi publik është ulur nga afro 80% që ishte kur ne morëm detyrën në 55%. E kupton? Besoj që nuk e dije këtë dhe shpresoj që të gëzohesh nga sa tash. Gjallja akoma, po çfarë të bëjmë Mirela? Gjallja. Ku janë taksat tona? Taksat e tua Mirela, se zakonisht për taksat flasin ata që në fakt nuk paguajnë taksat, po taksat e tua janë kudo ku mund të hedhësh syt. Taksat e tua janë në pagat e rritura të shqiptarëve. Sot paga mesatare në sektorin publik bazuar në të dhënat e Instatit për në fund të vitit 2024 është 1.000 euro, Mirela, në sektorin publik. Është një rritje shumë domethënëse. Në paga dhe brenda kësaj pagës mesatare 1.000 euro janë pagat e mësuesve, janë pagat e mjekëve, janë pagat e infermierëve, janë pagat e punojësve të policisë, janë pagat e ushtarakëve, janë pagat e punojësve të administratës e kështu me radhë. Taksat janë në të gjitha investimet që kemi bërë. Taksat janë në 53 spitale të reja, të rindërtuara nga themeli ose 10 prej tyre të bërë nga e para që nuk ekzistonin. Taksat janë në 430 shkolla të reja, të rindërtuara krejt nga e para ose që nuk ekzistonin. Taksat janë në 400 e kusur qendra shëndetësore dhe ambulanca të rindërtuara komplet nga e para ose që nuk ekzistonin. Ka plot akoma që mund të them, por besoj që taksat janë, po t'i hedhësh një vështrim Shqipërisë në trupin e një Shqipërie që sot mirëpret 12 milion turistë në vit. Dhe që vinë pikërisht sepse kanë ku shkojnë. Dhe që vinë pikërisht se kanë ku dalin edhe në fotografi në çdo qytet të Shqipërisë, ndërkohë që deri dies bëje dot një fotografi në një qytet të Shqipërisë se ishte tmerr. Dhe këtë nuk e kam timen, e kam të thënë nga një gazetare e huaj që e pa vizituar Shqipërinë dikur kur unë isha ministër, edhe më tha, më vjen shumë keq, po për të bërë fotografi këtu, tha, duhet ta mbash objektivin e aparatit vetëm nga malet dhe nga deti, se po e ule poshtë
në nivelin e syrit dukesh sikur janë ferr. Këtu janë taksat. Nëse fiton një mandat në 4 dhe nëse Shqipëria nuk futet në Europë deri në 2029, kur juve ju mbaron mandati 4, do të kërkon një mandat të 5 dhe një buzëqeshje e gajasur. Dritan, unë nuk jam këtu për të bërë shaka, unë bëj, patjetër të bëj humor, edhe humori im bezdis shumë ata që janë kundërshtar të mit ose kundërshtar të anët, më vjen keq, s'ka problem për mua, po nuk bëj dot ndryshe sepse unë nuk shaj, nuk ngre e ul njerëzit o kriminal o hajdut o maskara o mafioz o qembirqeni. Këto janë forma barbare e komunikimi. Më pëlqen të përdor satirën. Para ca ditësh është postuar në të faqe një epizod i një krijimi të 2 trimve që ma kanë dërguar me dëshirë një ta postoj, një teatër kuklash i lezetshëm, sipas meje, një mënyrë për të dhënë një mesazh, kuptim plot. Dhe është sulmuar faqja nga një tufë e madhe kandidatësh të një subjekti politik të ri, nga këta të rinjt. Por e vetmja gjë që mund kuptoj nga ai sulm i organizuar i deputetëve të subjektit të ri politik është vjetërsia e mendjes tyre. Kush nuk është në gjendje të përballojë as humorin, as satirën, nuk duhet merret me politikë. Mendoj unë. Se është potencialisht shumë i rrezikshëm kur nuk përballon dot humorin dhe satirën. Mua gjithmonë më ka ardhur çudi kur me njerëzit që shqetësoheshim se bëj humor me ta. Dhe kam qenë vërtet shumë i argëtuar kur më në fund u gjet një aktor në gjatësinë time dhe me talentin e dur për të luajtur në portokalli personazhin tim dhe më bënte të qeshja me lot kur e shikoja, ndërkohë që njerëz të tjerë shqetësoheshin që si ka mundësi që tallet portokallia këtu e tallet portokallia atë me njërin me tjetrin për shembull. Kështu që humori është një mënyrë komunikimi shumë serioz për hir të vërtetës, ndërkohë që më mirë e pres dorën se të votoj Gerta. Jo më dorën, mos e prit që ta presësh dorën, të duhet dora për shumë gjëra të tjera, por më vjen keq për ty, Gerta, më vjen shumë keq për ty që nuk e kupton se për çfarë do ta votosh pesën, Partinë Socialiste. Dhe ka dhe kështu, në fundit jetojmë në liri dhe në demokraci edhe ka dhe kështu. O kryeministri 20% të shqiptarëve do me këtën atyre që janë pengu jot, mos mendoj që i mashtron shqiptarët e ndershëm se 11 maj do ndëshkohesh keq. Merru me humor, merru me video bullizuese se vetëm preshin do marrësh, njerëz të ndershëm nuk i blen dot se fytyra është më e shtrenjtë në këtë jetë se sa vota për ty. Nuk ke emër, ke një pseudonim, je një profil falso, po nuk ka problem mendimin, e ke të qartë, të drejt për drejt. Tani e para të 20% e shqiptarëve nga e nxjerrë sepse nuk e kuptoj mirë llogarinë. Në Shqipëri pjesëmarrja në votim është masive. Dhe kur bëhen llogaritë me 51, 52, 47, 48, bëhen llogaritë mbi përqindjen e të gjithë listës votuesve. Ndërkohë që e dim shumë mirë që një pjesë e konsiderueshme e atyre që janë listën votuesve nuk janë të pranishëm. Pra, nëse marrim të pranishmit në Shqipëri dhe bëjmë llogarinë e përqindjes së pjesëmarrjes, ne kemi nga përqindjet më të larta në Europë, pa diskutim. Mbi 80, afër 90 në ndonjë rast përqind.
të votuesve të pranishëm. Nuk po them po të pranoj ato llogarinë që kanë 1 milion shqiptar, që unë kam marrë detyrën, që është një idiotësi mbete, po se ashtu i bile që marrin pjesë në votim 100% e votuesve. Po them në mënyrë racionale numri i votuesve të pranishëm e parë. E dyta, ne marrim afro 800.000 vota. Këtë herë do marrim më shumë edhe për shkak të diasporës. Tani si mendon ti për shembull që 800.000 njerëz janë të blerë, janë të çfarë, nuk janë shqiptarë të ndershëm? 800.000 njerëz nuk janë shqiptarë të ndershëm? Mendon gabim. Dhe se kush do të shkohet 11 maj, ja erdhi 11 maj, do ta shohim, jam dëgjuar shpesh këtë këngë. Por ajo që më vjen keq shumë për individ që nuk kanë në fakt asnjë lidhje tjetër me politikën përveç tifozllëkut dhe që as nuk fitojnë asgjë duke bërë tifozin e kënetës, është që për hir të tifozllëkut nuk shohin fare realitetin, nuk e shohin realitetin, ju duket zi nga të katër anët. Kanë dhe përfaqësues të tyre kjo kategori në klubet e natës mediatike. Ca derra të kënaqur që shpërfaqen çdo natë duke sharë, duke shpifur në mënyrën më persistente. Po më vjen keq se pastaj vinë zgjedhjet, hapen kutit edhe zhgënjehet. Sa i përket video e bullizuese, nuk e di për çfarë bullizimi është fjala, por di këtë që humori është patjetër një gjë shumë serioze dhe është pjesë e mënyrës komunikimit. Dhe e përsëris, siç thash edhe më parë, unë nuk shaj, nuk leh, më saktë, nuk i them kundërshtarit as mafios, as kriminal, as hajdut, as i tillë, as i tillë, sepse këto janë akuza penale. Dakord? Edhe janë brutalitete për rrugeçër. Nuk janë mënyrë komunikimi në publik. Po natyrisht që kam mënyrën time për të mos i lënë kusur kundërshtarëve. Kështu që ata që ndjehen të bullizuar nga satira, duhet ta llogarisim pak se si duhet të ndjehet dikush që vihet në mënyrë të vazhdueshme në shënjestër me të gjitha fjalët më të ndyra të shqipes dhe me brutalitetet më të mëdha të shqipes. Bëni një llogari të vogël në këtë drejtim dhe shikni si u del. Ha. Më mirë pa godina dhe të ketë ilaqe, se sa godina pa ilaqe. Spitalet as paracetamol nuk ofrojnë, a e di o kryeministër, kjo ndodhte dikur në fakt, kur spitalet nuk ofrojnë as paracetamol, po ajo që di unë nga mesazhi është që lavdi Zotit nuk të ka rënë rruga nga spitali dhe mos të rënë kurrë. Më mirë të shash duke mos pas idens e realitetit në spital, se sa të bjerë rruga për spital dhe të shohësh që realiteti ka ndryshuar plotësisht. Më mirë shëndeti, kështu që të uroj ta kesh shëndet e jetë sa më shumë dhe s'ka problem se shan me pseudonim këtu. Programi nuk ekziston, por thot që kundërshtari është qesharak. Herman Kurtaj. Cili program nuk ekziston, Herman? Programi ynë qeverisës është i detajuar në çdo sektor dhe në çdo drejtim, se po mos kishim program qeverisës, ne BE-ja as nuk do na llogariste fare si shtet. Që të jemi të qartë, dhe programi ynë qeverisës ndiqet dhe monitorohet nga Bashkimi Evropian, bazuar mbi çfarë shkruajmë dhe mbi çfarë bëjmë. Edhe për atë që shkruajmë, nganjëherë kemi me njëherë vërejtjen që të mos shkojmë në tutje, sepse nuk përputhet për shembull me një rregull apo me një normë të familjes ku duhet bashkohemi, e kupton? Dhe nëse
do të shofësh më shumë për programin tonë qeverisës, ke këtu në këtë faqe, pin to the top, e ke në krye të faqes, gjithë atë postimin ku janë shumë nga piketat e programit tonë qeverisës. Digniteti nuk e jep pasaporta europiane për mirëqenia e shtetit ku jeton. Jam pjesërisht dakord, sepse shkojnë të dyja bashkë. Pasaporta europiane është mashtrim propagandistik i krye mashtruesit. Me punë të ndershme punon kudo nëpër Europë dhe në botë. Këtë avaz ka se s'di punë tjetër, Renato Kalamaj. Pasaporta europiane nuk është mashtrim, por është rezultati i antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe me punë të ndershme kudo në Europë dhe në botë ti nuk punon dot, sepse duhet të kesh letra. Dhe që të kesh letra, duhet të jesh i pranuar si i tillë në Europë apo në botë. Këto janë gjëra shumë të thjeshta. Ndërsa për sa i përket zanatit tim që ngel pa punë, po nuk fitova zgjedhjet, unë në fakt e vetmja gjë që kam shumë të sigurt është që kam plot gjëra të tjera që dua të bëj. Dhe jo vetëm mund, po dua të bëj. Dhe jo vetëm këtë që bëj. Por këtë që bëj e bëj sepse ky për mua është një mision. Kjo për mua nuk është një punë, që ta dish ti. Se po të mos ishte mision, unë nuk do humbisja as një sekond duke komunikuar me dikë si ti në këtë rast që shan edhe por respektoj edhe ty, sepse je një nga forcat, një nga qelizat e organizmit gjallë të vendit. Dhe në këtë mision e kam për detyrë të komunikoj edhe me ty. Dhe të pranoj edhe sharjet e tua. A më kupton? Nuk është punë kjo. Ky për mua është mision. Dhe jam në këtë mision për të bërë apikërisht atë që kam thënë dhe që po e përsëris për ditë e për ditë. Për të quar flamurin e Skënderbeut, Ismail Qemalit në oborin e Bashkimit Evropian. Dhe aty mbaron misionin. A më kupton? Duke ditur me saktësi se pjesa më e madhe të punësuar në sektorin privat siguron mbi bazën e pagës minimale, kjo është pjesërisht e vërtetë, sepse fjalë e vërtetë, sepse e vërteta është që ka një rritje të ndjeshme të nivelit të deklarimit të pagave, siç ka një rritje të ndjeshme të fondit të sigurimeve. Pra, formalizimi i mëtejshëm vazhdon me ritme të arsyeshme dhe deri diku, jo plotësisht të kënaqshme, por deri diku të kënaqshme. Kështu që jemi në proces. Dhe duke qenë se sot pas pak në 9:30 më duhet pres shefin e diplomacisë europiane Kaja Kallas, e cila vjen në Shqipëri dhe firmosim edhe marrëveshjen për financimin e projektit strategjik të ekurrëdhës Durrës-Rogozhin, pra financohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian, pjesë e korridorit 8. Për ata që nuk e dinë pse na duhet Bashkimi Evropian, më duhet që ta ndërpres këtu këtë sy. Besoj që u thanë një pjesë e mirë e gjërave dhe u konfrontuan, besoj, një pjesë shumë përfaqësuese e zëdhënësve të kënetës politike, mediatike në rrjetin tonë social. Dhe po tani Astrid ke drejt, a duhet veç me të shajt, thotë që me na dhënë përgjigje, ke të drejt, por përgjithsisht i jap përgjigje atyre që flasin ashpër dhe që shajnë për të bërë pak debat më shumë se sa thjesht për të
debat publik me opozitën kur do bëni, me cilën opozit i dashuri do bëj unë debat publik. Unë debatin publik kam vite që e bëj për ditë, dhe debati publik është në sy të gjithëve. Për çfarë debati publik e ke fjalën, për cilën opozit? Nuk e kuptoj këtë. Tani ka lëvdata. E humbur shumë me atë që bërë nda Izrael. Çfarë bëra unë nda Izraelit, se nuk e kuptoj. Si kam humbur shumë? Kam humbur shumë pse mora një medalje nderimi në emër të Shqipërisë dhe popullit shqiptar, që ishte një medalje plotësisht e merituar për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe e vonuar, do thosha, madje. Për këtë kam humbur shumë. Për sa i përket atyre që e lidhin këtë me qëndrimin ndaj situatës në Gaza, do t'ju thosha, t'i referohen qëndrimeve publike të Republikës Shqipërisë në Kombët e Bashkuara, ku kemi qëndruar në vimësi në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian, ku e kemi kërkuar armëpushimin shumë herë dhe shumë kohë përpara se të ndodhte. E para, e dyta, ati referohen qëndrimeve të vazhdueshme për domosdoshmërinë e pranimit të zgjidhjes me 2 shtete dhe për njohjen e shtetit të Palestinës, që e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, dhe t'i referohen fakteve, jo emocioneve të pakuptimta në këtë rast, sepse ai vlerësim është një vlerësim për popullin shqiptar, është një vlerësim për të gjithë ata që i dhanë një mësim Europës dhe botës në një moment dramatik, tragjik për Europën dhe për botën, dhe ishin shqiptarë që pa dallim muslimanët krishterë u bën mburoj e hebrejve. Dakord, edhe ai është një mësim në histori që askush nuk duhet ta harrojë. Dhe për sa i përket pastaj këtyre shkulmave dhe mblletheve në emër të besimit, të gjithë atyre që i kanë, që vuajnë nga këto, u sugjeroj të lexojnë më shumë profetin, paqja qoftë mbi të. Unë personalisht i referohem her pas here librave të shenjtë, u kthehem her pas here librave të shenjtë pa dallim, edhe Biblës dhe Kuranit, sepse janë një burim i jashtëzakonshëm lehtësimi dhe ushqimi i vetëpërmbajtjes. Kështu që mendoj që kjo është më e mira për t'u bërë. Ju falenderoj edhe një herë të gjithëve, edhe shihemi në vimësi, edhe sy në ato komunikimet me dikë për jush, edhe sy këtu ditën e njëjtë në mëngjes.